Lagja Marklula ka qenë ndalesa rradhës e kandidatëve të Partisë Socialiste në Shkodër. Në këtë takim ata kanë marrë mbështetjen maksimal të banorëve, duke garantuar për një vot masiv për numrin 5. Në hapje takimit ka qenë këshilltarja Alma Mehmetaj, e cila u ndal tek investimi që pritet të nisë për pak ditë në rrugën Rozalejn. Kena kërku rrugën Rozalejn me gjitha dekzimet e saj. Kam kanë unë pikërisht këto bashkë me banorët që kena kërku me kalu në Këshill Bashkiak. Është një rrugë që duhet ishte ndërtu para 20 vjetëve. E kena kërku pa fund, pa tjetër pa. Prit me 10 vjet tjera, prit me 5 tjera, prit me para 4 vjetëve, ama vetëm tesh në këtë 2 vjeçar, kam përshtypjen gjithë në adin, ajo është miratu, ka kalu në Këshill Bashkiak dhe jo vetëm Rozalejn, po krejt dekzimet e saj. Kandidatët kanë kërkuar votën për vazhdimsinë e investimeve dhe projekteve transformuese për Shkodrën. Ajo që unë du me kërku për ju sot është që këtë 3 ditë është ditë me numru mrapsht edhe me zbardh faqen kryetarit, e gjithë ZAZ-5 edhe gjithë këtij ekipi kampion që do t'jetë nesër përfaqësuesi juaj. 2 vitet e fundit ju kanë dhënë shembullin më të mirë se si kur hallet edhe problemet dëgjohen, edhe shkojnë në veshjen e duhur, në veshjen e personit që din me punu, edhe don me e bë ndryshimin vetëm me punë edhe jo me fjalë, çdo gjë është më mirë edhe drejt rrugës progresit. Për drejtuesin politik të PS Benet Peci, kjo frym transformimi për Shkodrën nuk duhet të ndalet dhe Shkodra duhet të ketë një numër të madh deputetësh në Parlamentin Shqiptar nga Partia Socialiste. Mënyra më e mirë me punu fort është me punu me Partinë Socialiste, është me punu me Parlamentin, është me punu me qeverinë, është me kriju këtë kombinim shumë suksesshëm që është pushtet lokal, qeveri qendrore. Çdo tjetër kush që do t'ja humbasi këtë përqendrim dhe këtë shënjestër, as nuk i do ju dhe asë nuk e do këtë vend. Unë ju garantoj ju se po patëm një fitore të plot dhe do me thënë se në Shkodër. Zhvillimi është shumë më i kollajshëm, është shumë më i shpejt, edhe shumë më transformues se çka që ndonjëherë. Prandaj të lutem, ju kërkoj të gjithë të punoni fort. Kësaj radhe për Shkodrën, për shtëpitë tuaja, për familjet tuaja, dhe kjo bëhet vetëm duke votu numrin 5 Partisë Socialiste. Vetë banorët u shprehin të kënaqur me atë çfarë po bëhet në Shkodër dhe projektet që tashmë kanë nisur.